Një kabin tualeti portative ra nga një lartësi e madhe në një urë të mbushur me vetura në Sevilje. Një kabin tualeti portative ka rënë nga ura Centenario në Sevilje të njëjtën pasdite. Sipas mediave të huaja, bëhet fjala për një urë që është aktualisht në ndërtim e sipër. Objekti ra në mes të rrugës duke u bërë cop-cop dhe duke u shpërndar përmbajtja e saj gjithandej. Trafiku u ndërpre, por nuk u raportuan të lënduar apo dëme materiale, sipas gazetës lokale Diario di Sevilla. Incidenti u regjistruan një video të postuar nga një profil në TikTok ku tregohet tualeti duke u shembur ndërsa lëvizej nga një vinç në vendin e ndërtimit në urë për të zhvendosur kablot e infrastrukturës. Kabina ra në korsin qendrore të autostradës duke bllokuar kalimin e makinave që kalonin urën me shpejtësi të ulët. Pavarësisht trafikut të rënduar në atë kohë, pajisja nuk ra mbi asnjë nga automjetet.